Vetëm në 5 minuta, ky është truku për të pastruar njollat e tmerrshme të divanëve. Pjesa më e madhe e grave kanë shumë problem pastrimin e divanëve, sidomos nëse janë ngjyrë çelët. Natyrisht, ka shumë shërbime profesionale që ofrojnë pastrimin e mobiljeve, por janë të kushtueshme. Një grua australiane ka përdorur tabletat për pastrimin e dhëmbëve për t'i bërë divanët dritë. Ajo ka bler një kuti me tableta për pastrimin e dhëmbëve dhe gjithçka tjetër që i duhej ishte një shishe Sprite Bosch. Ajo shpjegon se në shishe ka hedhur një tablet dhëmbësh ujë dhe ka spërkatur divanët. Mbasi e ka lënë solucionin të veprojë për 5 minuta, ka përdorur një tjetër detergjent për t'i fërkuar ato. Ajo e ka ndarë këtë përvojë në rrjetet sociale dhe rezultatet ishin të mohnitshme.